Java e 17 e kampionatit në ligën e parë të futbollit vazhdon edhe nesër me 2 ndeshje mjaft të rëndësishme për të 4 klubet respektive. Në Shkup, lideri në renditjen e tabelës, Vardari do të përballet me befasin më të madhe në pjesën mjeshtore të kampionatit, Arsimin e Çegranit. Në këtë ndeshje, 2 skuadra të cilat kanë zhvilluar përgatitje cilësore në Antalya dhe Medulin tani pritet të dëshmojnë në fillimin e pjesës pranverore të kampionatit. Padyshim se Vardari konsiderohet favorit, por nga Arsimi gjithashtu pretendojnë dhe dëshmojnë cilësinë e tyre. Ndihmës trajneri Labinot Musliu tha se përkundër përgatitjeve shumë cilësore dhe disa prurjeve qëndrojnë me këmbë në tokë. Ambicet tona dihet, do të thotë që nga fillimi i kampionatit nuk ndryshojnë pavarësisht pozicionit të cilën e kemi në tabelë, ne qëndrojmë me këmbë në tokë. Mbijetesa, largimi i balotazhit gjithashtu, edhe pse them ritheksoj jemi në pozicion shumë të mirë, shumë të volitshëm, por nuk kemi karakter si staf trajnerësh, as si ekip, as si klub që pretendojmë të kemi ambicie të larta dhe pastaj të kemi probleme me vetveten. Do thotë qëllimi jonë është mbijetesa në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë. Ndihmës trajneri i ekipit nga Çegrani, Labinot Musliu, për ndeshjen kundër liderit në renditjen e tabelës Vardarit, tha se do ta zhvillojnë lojën e tyre. Kundër Vardarit do të shkojmë të luajmë lojën tonë, stilin tonë, futbollin tonë, të marrim maksimumin, sepse pavarësisht se Vardari është në pozicionin e parë, ne kemi planin tonë, strategjinë tonë, qëllimet tona dhe do të shkojmë të tregojmë fytyrën tonë më të mirë të mundshme. Një ndeshje mjaft e rëndësishme nesër zhvillohet edhe në Kratov, aty ku skuadra vendase Sileksi do të përballet me Bashkimin e Kumanovës. 2 ekipet pretendojnë se kanë zhvilluar një fazë shumë cilësore të përgatitjeve dhe kanë preskuar radhët e veta me futbollistë cilësor. Dhe duke u bazuar në këto fakte, pritet një lojë cilësore dhe e paparashikueshme. Ndeshjet Vardari Arsimi luhet të mërkurën me fillim në ora 13, ndërsa ndeshja në Kratov Sileksi Bashkimi fillon në orën 14.